A rrezikon PD-ja të përçahet ose të çahet më thellë, meqense ka 2 takime tani paralele? Zoti Berisha në një rinkrah se ka dhe zgjedhjet e brendshme në pranverë. Ka rrezik për një çarje të mëtejshme? Po bëhet mirë që i përmendet të zgjedhjet e brendshme se në fakt një pjesë e këtij debati që ka filluar brenda Partisë Demokratike kam përshtypjen që lidhet edhe me zgjedhjet e brendshme që do zhvillohen në pranverën e vitit të ardhshëm. Pra, punë muajsh nuk është shumë larg dhe natyrisht kjo do të reflektojë për shkak se në Partinë Demokratike ka qenë nevojshme edhe një zhvillimi i një gare si thua të fortë apo të hapur ku drejtues të ndryshëm ose zëra të ndryshëm, profile të ndryshme të kësaj partie të përfshihen dhe të marrin pjesë. Për sa i përket përçarjes nuk shoh debat, por nuk shoh përçarje. Të paktën tani për tani dhe aq sa ka funksionuar ose jemi në fillimet e kësaj fushate, e cila ka nisur në dy zona të Partisë Demokratike nga leadershipi i saj kryetari i partisë Sali Berisha, i cili do po vjon foltorët, ndërsa pjesa tjetër nga ata të cilët konsiderohen si ndër më të votuarit e primarëve, po ndërkohë edhe duket qartë që janë edhe të pakënaqur me pozicionin e tyre në parti.